الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Ne I kemi pas pargje për jetimet e tona mas versit namaz dikindijës me ajetin 18 në surat Fatir, ku arritëm deri te pjesa e para fundit e ajetit edhe e krim dersin. Fjalët e fundit pargjen dersi ishin ditën e gjykimit, jeni prej neve, do të vjen me një situatë që prej këqijave të atij, prej gjunave të atij me të cilët ashin ngarkuar, do të intereson që dikush I lartë apo I afërt të merr prej gjunave të atij, t'ja lehtëson procesin pak. E vërteta Allahu Jalla Jalaluhu e thonë në Kur'anin e Kerim ishte fjalët e fundit: "Walau kana dha qurba", as të afërmi, as më të afërmi kjo punë nuk ka me interesu. Çdo kush ka me kalu me punët e veta. Çdo kush ka me kalu në atë vend shumë sinqert, në atë vend shumë I përpikt, në atë vend I cili do të dallon të mirin prej të keqit nga vetë vetiu, as njenit nuk të intereson, nuk do të intereson kush e ka diçka. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فالله جل جلاله وجل شأنه sot po fillojmë dersin e sotit. Ti në të vërtetë ja Muhammed je duke I spjegu një grupës njerëzve. Je duke spjegu ative që I begisht janë deklaru se ne jemi rob të Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanuh. Ate e adhurojmë pa. E falmi namazin që ta arrim. Na konsideroja Allahu Jelle Jelaluhu në përmet këti ibadeti rob vetëm. Edhe këta e bojnë me krenari, këta e bojnë me knaqësi. Takimi më për së afërmi I robit me Allahu në vetë është namazi. Afrimi më I madhi ati është namaz kur edhe balin tokë. Allahu Jelle Jelaluhu fa Rasulullahi sallallahu ja Muhammed, innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ti spjegoju, je duke I spjegu ative që janë deklaru se janë musliman. Kurse palës qëtër të cilët e kanë vendos me vazhdu në kufër, e kanë vendos me vazhdu me një fush prej fushave e cila më nuk e ka emrin Islam, do të thotë janë kategori qëtër e njerëzve. Dhe man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Po ta qetësojnë shpirtin o I dashur. Ai cili pastron këtë botë vetën e ka pastru për vete. Ai cili I ka ram mas vetës në këtë botë e ka kri problemin e vetë. Kurse ato të cilët I kanë qitë këti sistemi qiellor jërneqe, ato janë ngullë në sistemin e vetë qjetës atyre në ferë për një ferë. I kanë ngatru kam të veta, pra me kam ngatru me dine mirë se në këtë botë nuk hesët në urën e siratit e vuat për një gjarë me gjehnemit edhe majqë. Me kam të dhe përsrisim prapë, me kam të ngatruara në këtë botë është vështirë, në urën e siratit në bijahannam edhe ma vështirë. Ka thonë, wa men të zekka, e nëma je të zekka li nëfsi, a I cili I krinë obligimet e ka drejtu e hesapin e vetë, a I cili ka flet para obligimeve të Allahu Jelle Jelalu, I ka ngatru kamët e vetë në këtë botë edhe në botën qëtër. Wa ila Allahi l-masir, thaja Muhammed mësë mërzit, të unë e vinë ketë, kam posi saktuara ku njerëzit para me asaj do të dorëzohen, në posi numër 1 do të dorëzohen, pa I pa posi qera hala. Ku është posia numër 1? Ati çka xhamati jot dorëzon të vorat administratës Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanuh. E para posi, në pozitën e parë kemi u dorëzu. Ka pas Allah, ka pas Zot. Çka thu për atë burrin që ja ka thënë Allahu në Mekka? Këtu bëhet dallimi më njëherë. Faman yussira lahu fi qabrihi fama ba'dahu aysar. Ku I lehtësohet atë natë më tonë na malet. Wa man ussira lahu fi qabrihi fama ba'dahu asar. Ku I randohet problemi atë natë më vonë dhe më rand. Ila Allahi al-masir. Mos u mërzit o Muhammed, nuk janë të shku të mas, janë të arë ka orë.
nuk janë nisë për meje të u largu, ato janë të artë të pësit e veta, nuk kanë qare pa kalu, ative rrugëve në të cilët do t'i ngushtojmë me disa gjona. Ato kur ngjallën prej vorrit e kanë posien qëtër, me lajkja do t'a kape prej vorrit më njëherë, e do t'a qojnë vendin ku ka mu pyt. A i vanë në gjuhën arabe ka imi Mokif, shqipi dhe në stacion, vendin ku ka me nejnë kam 50.000 vetë. Atje do t'a djerësiti ma që mirë, sa që Rasulullah s.a.s. tha, lau kana hadha al-ma'u fi d-dunya la jarat alayhi sufun, në pas qenë ki ujnë bota njët kanë pas me lundrun ta. Do t'a djerësitin mirë për çdo imësim, si ke folë me zhlis, si e kem dëgju fjallën e folën me zhlis, si ke folë si e sjell rrugë, sa e mbajt me namaz, sa ke dhënë zër me ditë pa u shkollu, sa har je lajmru filozof pa vlerë, sa har ke udhëzu tjerët në rrugën e keqe, si ke shit në treg, si ke blenë pazar, sa ke majtu halë pa e këthi, sa har e ke lujt besën, sa namazë i ke lanë pa falë, sa dita agjërimi i ke kaza si ki bon, sa har e ke mashtru pacientin tanë, sa har e ke trahtu gjematin tanë, për çdo gjë, imësisht me mija vjetë në kam. Aja, Muhammed, mësë mërzit, këto ka unë kanë me kalu. Këto rrugë janë para meje, ti mësë mërzit, ti qo punën. Tha, in anta illa nadhir, ti nuk je që të sen përveç se spjegus. Spjegusi qka është faktikisht? Spjegusi është ai cili, javë spjegon gjematit, javë spjegon ummetit vetë, atë që prej Allahu Gjelle Gjelalu për ta spjeguar është i porositur. Ma në fund qka ju thot ative? Ma në fund ju thot selamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Më qira Allahu qohë mbi ju, lam të mirë. A e ka obligim? Atë që e spjegon edhe me vepër me e tregu. E ka obligim për shkak se fjala pa vepër si ka fajde. Në regull, për ma në fund qka thotaj? Prapë thot lam të mirë. Le që thot lam të mirë. Po nuk e ka dertin tanë ma. Nuk mërzitën se qka të gjonë ti e mesër. Për shkak se obligimet e veta ndaj teje i ka kri. Ai që prej jusha i smut, edhe shkon të mjeku. I thot mjeku ati e ke veshin të ndezur. Duhesht i mirësh një disa pika, qitin vesh, edhe banja këtë hizmet 10 dit. Dash me mjeku nuk i be mas as ilaqit, as pikave, as hizmetit, as regulorës. Kush kanë për tije. Ndezën vesh edhe ma te për ditat tjera. A do të akuzesh mjekuna? A do të thesh mjeku së mshëroja? Kush i ban fajet a thu? Fajet i ban a i cili nuk ka shku me atë receptën e ndëruar në baratore. A i cili pikat nuk i hodhin vesh, a i ka fajet. Mjeku i kreu gjitha punët me tije. Kështu ashtë edhe pejgamberi Allahu Gjelle Gjelalu. Për ata Allahu i abgajrat ati i thot ja Muhammed mësë mërzit. Unë e di shfar kush i ke. S'ka problem. Spjegohet. Në ajetët që vazhdoj, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shaluhu në i sjell disa shembuj, me të cilët i ban disa krahasime me 8 fjalëve. Këto 8 fjalë do të mundohem xhamati tem me au paraqit, ashtu siç Allahu Gjelle Gjelaluhu e pat për qëllim, spaku për safërmi. Fa wama yastawi al-a'ma wal-basir. Wala adh-dhulumatu wala an-nur. Wala adh-dhillu wala al-harur. Wala al-ahya'u wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat. Fa njerëz, i kemi 8 fjalë në këto ajete, me të cilët dhe t'i bëjmë një 4 krahasime kuranore. Allahu Gjelle Gjelalu i da njerëzit një grupe, edhe këto një grupe mosën i mohën kërkush. Ka thonë, nuk janë të barabart ata që janë të verbër me ato që kanë si. Nuk janë të barabart ata njerëz të cilët jetojnë në terë edhe ato që jetojnë në dritë. Do me thonë krahasimi i ditë. Krahasimi i tretë, wala dhillu, wala l-harur, ata që jetojnë hije, edhe ata që jetojnë ndilë. Krahasimi i tretë. Krahasimi i katër, wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat. Nuk janë të barabart ata që jetojnë, ata që janë të gjallë, edhe ata që janë të vdekur. Pra dhe një herë, ai që janë i verbër është qërë, me ate që ka si nuk ka njëjtë, ai që është i ndilë, me ate që janë në hije nuk ka njëjtë, ai që është i gjallë, me ate që është i vdekur nuk ka njëjtë, edhe wala dhillu wala l-harur wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat, edhe ai që është në terë edhe ai që janë dritë nuk janë njëjtë. 8 fjalë, 4 krahasime. Unë do të kaloj tash në komentin e këtyre fjalëve kuranore, 8 fjalë, 4 krahasime.
Çka ka për qëllim Allahu xhalla xhelaluhu me fjalën a'ma, qor, edhe me fjalën basir, shiques, pamës. Me fjalën qor e ka për qëllim kafiri. Me fjalën pamës e ka për qëllim muslimonin. A janë të barabartë? Në asnjë mënyrë. Me fjalën wa ma yastawi al-ahya'u, nuk janë të barabartë gjallë dhe të vdekur. Ka konsideron Allahu gjallë? Të gjallë e konsideron atë që ka besim, të vdekur e konsideron atë që ka është kafir. Allahu në rihije ka konsideron? E konsideron muslimonin. Në ndjel ka konsideron njerin i cili s'ka besim. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu kanë e konsideron në arsir edhe kanë e konsideron në dritë. Në arsir e konsideron kafirin, në dritë muslimonin. Prap janë spjegim, këto janë prap përkthime, prap janë komentet ajetit. Henez do të kalojnë koment. Çka do të thonë fjala besim, iman? Kur ta kuptojmë më në herë dim çka ka Allahu për qëllim. Fjala iman do të thonë jetë. Fjala iman do të thonë jetë. Për çat kafirit i ka thonë i vdekur. Fjala iman do të thonë hije. Për çat kafirit i ka thonë je ndiell. Fjala iman do të thonë dritë. Për atë kafirit i ka thonë je tërë. Fjala iman do të thonë pamës. Për çat kafirit i ka thonë qor. Pra, kufri kana qor, pasi, kufri kana verbëri, kufri kana arsir, kufri kana vdekje. Vdekje e kuj? Vdekje e ndërgjegjeve, vdekje e shiqimit, vdekje e zemre, vdekje e rrugës, pamjes e rrugës, vdekje e ndjekje së vërtetës. Si ti she kafir, këto gjona nuk i shef. Vdekje e argumenteve të gjalla parasinsh, nuk i shef, jenë drit, jenë tërë. Kurse fjala besim, do me thonë drit, me atë i gjonë argumentet e leta, me atë i gjonë argumentet rrugës më të shkurt për me artë Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. Me atë i gjonë rrugët më të shkurta për me artë Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. Për shkak se fjala iman do me thonë drit, nuk je bon tërë. Fjala iman do me thonë hije. A kjo paraqes di burra, njeni prej ative e ka vu kokën, edhe e ka shtru karikën e vetë nër një hijet një temës në zhegin e verës. Kurse tjepi rëb, e ka ngarku zotnia me kulic, edhe ja ka dhënë kazmën me punu një pun prej punve, me një shkratin dikun me nxerë disa gur, temperatura 55, nuk e ka dhejë shërifin, e ka lanë të vdeshur. A bani ju me i bëmën të halët e njonit edhe halët e tjetërin që si rasti? Cële është në gjendje më të mirë për qëtive? Ki nërhije, e din që edhe sofra e prit nërhije. Ki ndjel, e din që s'ka sofër fare, për shka kësa arab, ja japin, ja s'japin që shka me hongër. Kështu është muslimoni. Aja është qatë rahati ullën në karikën e vetë. Aja është qatë rahati ullën nërhije në pëmës vetë. E din se dar ka, e din se sil ka, e din se mëngjes ka, e din se vlezër ka, e din se pushim ka, e din se bota është me madhe se hija pëmës ati. Kurse a i shkreti, kurse a i ndjel, kurse a i robi nga truar me zotrien e vetë, kurse a i robi nga truar me vazifën që ju ka dhonë, i shkreti a i nuk e din se bota e me madhe se sa kulica ati. A i mendon se sa kjo kazëm edhe gur që i ka për para, që është du njoja. Ska pa ma shumë, është kafir. Nuk e din se ka xhami, nuk e din se ka saf, nuk e din se ka ibadet, nuk e din se ka adhurim, nuk e din se ka vërë, nuk e din se ka pyetje, nuk e din se ka përgjigje, nuk e din se ka xhannam, nuk beson pa. Alladhina yu'minuna bil ghaib, kurse ato që kanë iman, ative nuk ju duhet me ofru xhenemin. Jo, ato e kanë shumë lehtë, ato janë ndërhijen e pemës besimit, ato nuk e kanë zor fare, ato thonë la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahu xhalla xhelalu është një, krijuesi im, ai që çdo gjë më mësoi. Unë besoj atë pa, nuk ka nevojë për shkak se shumë gjëra i besoj pa. E besoj emrin tim që se shoh se e kam ashtu si e kam. E besoj shpirtin tim që e baj me vetë edhe nuk e shoh fare, ama besoj se e kam. E besoj gëzimin edhe nuk e shoh fare. Allahu në Kurani Kerim suratul Haqqa ka thonë fala uqsimu bima tubsirun edhe ma la tubsirun. Po baj be në gjonat të cilët i shifni edhe në gjonat të cilët nuk i shifni. Janë disa gjona pra dokën ka bo Allahu bejmë to. Sigur kush? Djeli, hana, toka, zejtinka, fiku, e disa qera ka bo zoti bejmë to, dokën këto. Në disa gjona ka bo bejmë të cilët nuk dokën. Kush janë ato? Apo mi mat një 2 kilogram mërzi.
E kam pa njonin pazari ka qitë fast me shite dhe kara për me fast sherifi. Që ven gjeli? Ola sot dishka jam mërzit. Ka shku qetri të ara vetë a hushë shati, nuk do me janis sot fare. Kur gjaz ban fajde. Sila mirë, premtimi mirë, eskuzioni mirë, shëtitja mirë, mazdarke, s'ka problem. Sot se kam një jetë me janis. Pse s'pe janis sot? Më kanë hip disa mërzia. A në dhe matë minja 2 kilogram pra. A dokën këto? A më një mohën dikush që nuk eksistoj? Jo në atë trenu ndasëm prej qefit me në vesh kanë venë se në kërë me hip ka dalë për mi kërë. Dhe me dhe mu e pak. A banë për që ti qefi pak me mare me i qua ti shka në burg? A bat? A më në mohën dikush se që ki nuk ashtu u gzu? Asë një më një, nas një rast. Pra qefi po eksistoj ka. A do këtë? A me jetë një 2 kilogram dëshirë. Nas një mënirë. A më jetë një 2 dirham dashuri. Nas një mënirë. A egziston respekti, po, a do këtë? As njëherë. Pra, jo krej gjonat që s'mu do kënë nësë po egzistoj kënë këtë botë. Plek pa mi gjonat që po jetoj shi ti me të nësë po i shifë që po i besoj shi. Pse veç Allahin tane që afir nuk po e beson. Pse i pa besushëm gjithë thot mira që ti ka dhonë Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanu. E po kalem për skajtative nuk për respekton Allahun tanë. Qka ke, qka për të mungëm të gjitha elementet i ke. Për atë shkak Allahu gjëlle gjelaluhu këtë të gjamiës, këtë të besimit, këtë të ibadetit, këtë të Ramazanit, këtë të namazit, për atë shkak i dalon, për atë shkak ju ka premtu juve gjennetin Allahu gjëlle gjelaluhu, për shkak se keni qenë sinqert, për shkak se keni nejnë në kohën e duon, atëherë pra ta dim prej sotit se ata që nuk besojnë me juve me sigurit barabart nuk do t'jenë. Allahu gjëlle gjelaluhu ka thonë wama yastawi al-a'ma wal-basir, nuk janë të barabart ata që kanë si edhe ata që hecin verbër. Këto në Kurani Kerim Allahu gjëlle gjelalu të fjala dorri nërhije që ato nuk janë barabart ato që janë nërhije dhe ato që janë ndil. Është interesant. Fjallën dhulumat e ka pru shumës arsina. Fjallën dhilhije e ka pru njajsë. Në Kuran. Pse asu? Nuk ka thonë ala dhilalu në nëhijet, po ka thonë nërhije. Pse hije njasu? Pse njajsë hije? Ashtë pun gramatikore, po ashtë prej bukurive të Kurani Kerimit. Gjemot, hija është një. E bojmë pytjen tonë në të cilën se në nëmohen kërkush. A më nërriti nërdi hije? Me një vakt. Edhe nërhije në asaj mole, edhe nërhije në kësaj mole për një arabot. Jo, ti hunqë. Ja je nërhije në shpijës, ja je nërhije në dardhës. Njonën prej të dijave. Di hije si të takohen faktikisht njonja shka ka gjithë njonën. Njonja ka shku. Nuk mundesh me me nërdi hije. As një herë. Pra Allahu gjëlle gjelaluhu ve gjëlle shanë ka të drejt kur në thot nuk janë të barabart a i që rinë në nërhije edhe a i që rinë në arsirat i bjenë shumë po, arsirat janë shumë ti mundesh me një kohë mu gjetë në një tabor të malë të arsirave për shembe arsira e notës ashtë arsira në regu po arsinën e asetit që e ke në shpirt edhe në atë vakt notën e ke edhe ata me veti sa arsinë u bënë di arsinën e hajnijës edhe atë runa zote ke me veti sa arsinë u banë 3 ke qef natën me hinë për qëtëk me marrë dishka pra arsira e natës arsira e gjelozijës dhe i pasunijës huj arsira e dëshires për me hinë me marrë në bërë në huj dishka u bënë 3 arsira Allahu për qatë arsinat i cekë shumës arsina e paditurijës arsina e gjahiljetit a ka arsin me atrash të kjo prati me një moment po mu ishe mu gjetë me shumë arsira kurse kur të hijos e shverës s'mondësh me gjetë ma shumë se me një hije ja je nërhijën e plemës ja je nërhijën e mondës njënën prej të dijave për qatë Allahu gjëlle gjelalu hijën e ka pru një ka thonë pra ja je musliman ja je shkëmës të mena musliman e ahija po ashtë nërhijën ja je musliman e nësje që tërsen ja nuk je musliman del prej kësa i shka njajs së të hinë shumë së të mena je kefir të ne je monefik je një hipokrit je i shumë ftirësh, je hajnë, ja merë pasunin që drekuj, ja merë nderin që drekuj, ti interesojnë punë të huja kejt, ti interesojnë fjallë të huja kejt, e arron dertën e shpijës tone, ti interesojnë dertën e shumë shpijave huja, e arron dertën e vladve tu, ti interesojnë dertën e vladve huj,
del prej një hije se cila është një vetëm Zoti e dhën, e hin në arsira të shumë fishta, edhe mërzie ke me dal, derisa nuk gjon ti delil, derisa nuk gjon njerëz tërhekës për dore, i cili nxjerr prej këtyre arsirave. Kur Allahu pejgamberët bash për këtë shkak i ka thënë. I ka thënë mjeshtri, i ka thënë dorëdhanës, i ka thënë dorënjas, me la dhon na dorën ative me la hek prej arsirave të xahiletit të cilët e patën në botën para se të vinë ato ndonjë. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. Nuk janë të barabart ata që janë të vdekur dhe ata që janë të gjallë. Kush janë i gjallë këto dhe kush janë i vdekur? Këto është i gjallë ai i cili është musliman. Edhe i vdekur është ai që ka bërë kufër. Pse shka u bon? Pse që është largë? Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në ajetin vijues thot: Inna Allah yusmi'u al-mauta wama anta bimusmi'in man fil kubur. Allahu me madhrinë e vetë bën që i vdekur i atë ta ndëgjon çka po flet. Ja Muhammed, ti nas në mënyrë s'ke mundësi të vdekurit me i folë ai me të ndëgju. Edhe unë sot dersën e sotit nuk du me vazhdu më shumë, sot me kashtë ta mbaroj inshallah. Kur ta përfundoj këtë komentin e kësaj pjese ajetit do të krijet. Për shkak se edhe ju e keni qartë për shkak. Dhe ja Muhammed, ti absolut nuk i ke mundësit. Unë, të falni, unë e baj të mundër që i vdekurit të më dëgjon kur ti flasin vorrin e ti. A ti faktikisht me atë që ka vdek mos ke punë, se ai nuk ndin ti. Ata që ngojnë ders me rregull, e di shka e mbo hazër me vetë. Se të njare pa të spjegu se pejgamberi ju ka folë ative të deknive në vorë, në bedër. Ato që ngojnë ders me regull i din këtë punë. Kur i ka qitë Resulullahi qafirat në bedër në bunohë, mas luftës, mas ja kri lufta, i ka morë qafira 70 kanë qenë, në bunohë i ka qitë keqe dhe i kam lu. Tha njoni një herë prej njerëzve sa shpirt keqa pëshen, në bunohë. Ja, do është ti me të shku me t'i blenja 2 kile qefina, po. E me të lirë, me të mështelë mirë, të me të ashtrove një asër në funja. Ke dalë me më luftu dhe po të me shtru që e me orfunja. Bole ke bunorin, kur s'kam lonë për mi të shujti, këta duesh me ma dit në derë që po të vërosi anë mikun. Anë mikun për e vërosi. Këta duesh me dit në derë, këtë në derë veç islami dit me bonë, që të kush kur. Mirë po që tive ju ka fon. Ju ka fon. Ka thonë ja ma ashara Kurajsh. O ju burat e Kurajshve. Nahnu wajadna ma wa'dana rabbuna haqqa. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. Na atë që na i premtoi Allahu e gjetëm. Na pa thonë ju keni me fitu. E gjetët ju atë që ju pa premtu shejtani ju. I tha njoni prej sahabëve, unë mendoj se as të umeri, tha ja Rasul Allah, men të kellim. Tha kuj për i flek, këto kanë vdek. Tha ja Awar, këto janë të mdëgju hala ma mirë se shka e të mdëgju ti. Pra Rasulullah a.s. apo e nikën dekmit. Po, e pse po kundërshtohet me këta jetë këto? Kurani Kerimi ka thonë Rasulullah a.s. ti nuk mundesh ta bësh që të vdekurit ti e ndëgjoj. Allahun po. Veç këto në këta jetë xhamatin ndershëm. Nuk është kjo për qëllim. Këto është 100% për qëllim. Këto është Muhamedi a.s. Allahu i thotë ja Muhammed, ti pra, unë ja bëj të mundër e vdekurit me ndëgju. Ama ti ai shka është i vdekur, këto e kemi për qëllim, atë që është qefir, Ebu Gjeheli, Ebu Lehebi, Walidi, Umej ibn Khalaf, Ubej ibn Khalaf, Okme ibn Muajjab, këto janë të vdekur o Muhammed, zemra aktive fjallën tone nuk e ndëgjon fare, mos u lën. Nuk ka për qëllim ato të vorë, ata gjë. Jo ato që janë vërros. Këto që esin për mi tokë dhe zemrat ju kanë vdek, i ka konsideru Allahu Gjelle Gjelalu vdekur, edhe i thot Muhammed s.a.s. Të zemrat që tive nuk shkon fjalla jote, këto s'nin fate, hiq, mësë lëgë. A patë gjëmatë ndërshëm, kuj Allahu Gjelle Gjelalu i thot i vdekur? Ati që zemrën ja ka kaplu kufri, ati që zemrën mëzbesini ja ka mbulu, e ka konsideru Allahu në Kurani Kerim të vdekur. Edhe i tha Rasulullah s.a.s. nuk e nin ki fjallën tone. Qka vendoni? Kjo mos ka vdek helbet. Kjo janë gjallë hala. Kjo janë gjallë hala. Edhe një gjëmatë ndërshëm shka ndodhë sot këtë botë. Këtë botë ndodhë në gjonat qëdyqme, me të cilët ti jeton zbashku dhe si din ka njëherë.
Unë kam dëshirën që të më lejoni, që jam përkujtoj një gjamë të cilën jetoni ju për dit me ta, edhe si jeni gati me ditë se shka po ndodh. Stoj njerëzit shto. Hoxha, kejtë spjegimet shka po i ban, thojnë kështu, hoxha gjitha spjegimet shka po i ban, jemi mundu me gjetë vërrejtje shkencore në ligjerata, e pa mundur. Ama një kërkesë kemi. Ha? Pse hoxhallarët me dalë me folë në televizor? Pse hoxhallarët me dalë me boders në radi? Kjo neve, këte janë pak ama janë dhe me. Këte janë pak ama janë. I kanë pyet njerëzit, kanë thonë mirë. Shka për ju pengon ju me hoxha me dalë në radio në televizor me boders? Ka thonë hoxha duhet me boders në gjami. Jo në radio, jo në televizor. A i në gjami duhet me boders. Me qenë se ka një gjallë në gjami që i trazoj unë e tash i thonë e gishtin qu edhe ti apë 3 minuta spjego ma shka ki kuptu kisha me ban këta në gjami 3 minuta ko qunë ka në gjami lirisht thuj shka ki kuptu për kësaj pse hoxha të fole në gjami më s'dale për gjami pse më s'fola e radio pse më s'fola e në televizor se dhja ka përgjegje as ka pra po përgjegje mi na shaj na shunë njajt gjemot a dini shka i dhem këtive këto njerëz të cilët javë ka plu zemrën pluni i jo besimit të shëndosh edhe i dëshirës ndaj fejës Allahu Gjelle Gjelalu të pakufi e cila në ka morë për dore e në ka qitë në rrugën e drejt me për dore me vetë dhe të nashti në gjennet nesër kjo feja insha Allah shfar temperature ka në të njerëz këto thojnë kështu hoxha në të folën në gjami edhe nuk e qojnë ma ndena mirë po ne kemi një rëngën ne i kemi disa raze të cilët raze janë raze të imanit raze të besimit raze të cilët hini një njerit as të Osmani mas dekës për nga merit vorë ishte 2 vete 3 muaj nëndit e Bubakri 2 vete 3 muaj 2 vete 8 muaj 1 ditë meri e pastaj Osmani ka pra shumë vite mas për nga merit alisatu selam hini mrejna tha jebni ente zenejt sa ti pas ke bon zino anal njeri u apengu para së Osmanit tha hel min wahjin bada Rasulillah tha halash të zbrit kuran prej qilja tha jo vahja ndër prej moti po unë të dashurin zotri e kam dëgju kur kanë qenë gjallë të thonë i taki faraset el mu'min ke kujdes imanit ati njeri që e ka besimin tha losëm zemër tha i nehu jenduru binurillah ai me dritën e Allahut me dritën e besimin në Allah që ka shefëllët dhe për tënë mrene a dirë se ku je pra mos dil para se cëllët njeri me ato mente tu a thu po ka dal bre t'ja shes hoxës gjizën për t'lin se ki ku me dit ki pale a dina se dina jo hoxha i mrami njeri në dunjo është ka ta blen gjizën për t'lin i mrami njeri në dunjo mene dhe është është interesant hit s'ka nevoja i dur në gjepat gjibës i ma hit s'ka nevoj me prek me shtini gishtat je me lipin pazar ajo të pun nuk i ban për shkak se a i ka rëngenin e vet me vetit posaqëm që te kur se ke pas ndërtu në vetën tone pra në përmet këti rëngeni në përmet këtive rezeve të besimit të cilët Allahu hedije në i ka dho i zbulojnë në gjonët shka kanë për qëllim këto njerëz a thu që thojnë hoxha në gjamin e të fole edhe ku i njajnë këto hoxha të fole në gjami se në gjami kur të fole aj një grup njerëz e mësojnë atë që po fol edhe faktikisht prej se dalin për gjamije nuk din me qute shpia komplet që kanë një prej hoxhës ashtu që dëshirat e disave ngelin që janë ama kur po del radio kur po del në televizor atëherë mo gruja jeme e cila ka dëshirë me shku që shka qef he nëz për mëson që ish pas ka qenë puna e me konë vesh në gjami që këta se ne kish mësu a i gjali jem që ish ka pas qef me shku salma he nëz në djemë që shti se që ish pas ka dasht kështu barëm se dike une e pa të orientu një grup njerës a i hoxha kur e mita ato në gjami atë qetërën e lanë këtë temën e murën të ati a në gjami kjo së ndodhë hi hoxha në gjami fol vinë 1000 vetë, 100 vetë, 500 vetë ngojnë kur dalin për gjami do bajnë 9-30%, 20% arrote kundra 10% arrote dhe la gjamiës
edhe me vete faktikisht kush jetë, pucet edhe ajo që e kemi pru të arketon. E për qatë këto njerëz thoi, në xhami hoxha në të foli, jo që ja kanë nderit, po thoi në xhami të duarna. Mene vesh njoni shka ka thonë, pse xhamia e ka duarin 80 cm shpia se ka, kështu ka thonë njoni, për njerëz. Për shka xhamia, unë e kam pa thonë xhami 4 metre murin, njëme, xhamia Sultan Ahmedit në Kairo, jo kjo në Stambol, xhamia Sultan Ahmedit në Kairo 4 metre e ka duarin e trash. A ti mujnë mu falë 5 vetë në gjam. Në gjam gjamiës 5 vetë safi. Ki njeri adinishë në ka thonë me këtë fjalë, ki njeri me këtë fjalë në ka thonë, gjamia i ka qash duar në të trash, mës me lonë lafin e hoqës me dalë për jashta. Unë mendoj se miri kuptoj gjona, drejta po. Ajo pëse, mujnë kemi pas 3 santin, si shpija, blok, të sti. Jo, se menu me bloka, ka bira, del lafi hoqës. Në rregull pra. Pazit ti e folën një laf ku i njajnë këto, qafës në i qita ala këtu. Ebu Bakr radiallahu ta'ala anhu, dilke i falke namazët të qabja, në të fa, të merit, mëkkës para i gjvetit. Vishin smit e mushrikve të mëkkës, e shifshin të ufal, fejshin. E shumë ki badet mirë dhe shumë interesant, ki pëse s'ti banë si nagje, pëse s'ti limonat të drunat, ki pëndri që për falet sa mirë. Po falet i kanë ngarkum, ki kanë ngarkesa po falet. Nuk ti kushtojnë ti kur gjohë. Dilshin gratë, e shifshin edhe shkojshin në shpi, ju ka zëshin grave qera, i hanisë njerëzit me hinë islam. Pra i lakmije si badetit bukur tje bajnë ke Bubakri, mledhen me kasit i thanë shire. Që që ka bëni kohafa. Gjalli filonit, baba e ti kohafa e ka pasemnin. Pa jam me kohafa. Prej sodit e talena. I badetet e tua që ka kejme i bati bajnë në domën tone. Edhe një herë del për jashtë kishe kujdes. E për ju pysh pra, si do të shti ta kanë si që ata? O gjanë gjamide? Ska me dalë, duvari për shka gjamide i ka ta fasantit murdëm. Shko pra, apo kito, apo do me s'pjeku fel, po, e në gjamide s'pjekoj e shka lip të i radio. E pra, edhe na po pysim shti, që s'po shkojnë në radio? Pelon, as radio, as televizor, për i zatë zotit, ka pelon të alenëm. Po ndëgjoj i kam vesh shumë zhvillu. Me vene ki Pelam radien dur barvës, pelam televizorin dur zezës, pelam kam gjatës, pelam qët kishe qep. Pra njerëzit kanë dëshirë që fjallën e Allahu Gjelle Gjelalu mos tërvitën për mos tërvit i gjojnë metoda penguset bukura edhe arsjetum edhe feja pengume. Edhe arsjetum edhe feja pengume. Na do të hesim të para. Na do të folim radio si të në mundësot, na do të folim televizor si të në mundësot, na do të folim si të në ndërprejat, po do të folim gjami, e do të folim jashtë amurit gjamiës, na do të folim livat, na do të folim kanal, na i hek dikush gjibën edhe shalën me zoru në zot, thot ti mo bol, e ame neve kam, e ku pra, shut, a që në shut, dhe të spjegojmë, a që të në bëjmë një kursi më ne harë, po në pish midrizov më ne harë kursi në ojdisim, i ka zdo njerëve. Në kanal tu qelë kanalin me kazëm, edhe ati spjegohet islami. I kapmi let të katunit, ama javrujmë me shëriat. Javrujmë let me fe, nuk javlom gjematit ton let ka uj. Po i qojmë 3 herë në ditë uj me pi. Javrujmë me islam hajvanin. I kapmi vneshtet e katunit me i rujt, ama javrujmë vneshtet prej dhunumit, mos ku ti lanë kokat që ati i gjojnë. Asë unë jam më hoqë. Ato njonin të cili javë prezentoj një polak bëstari po kam qef një javë spjegu në gjarin e ti. Ajda pismi pra ku shama hoqa thu. Shkoj njoni prej beglerve që ish pasanik kishte shumë rush e gjetë një njeri me arrujt rushin. E qoj të vnesht i vati kalzoj tha prej kësa i megje e derin megjen qeter tha jemja. Këte ki me pas kujdes. Thani qama. Tha më nërun pra prej zullumit tha arruj. Selamu alikum shkoj. Mos një kohë erë debu me hanmin, të rushi me pa. I tha ati shërptorit, tha, shko bjerë në pak rush në kulibe. A i kur shkoj pro plot. Tha, unë nuk thash me pro rush pa pek. Tha, po të le anë shi pekëm. Tha, i ku që i tha i pekëm, tha, ki, tha, i shil, tha, ki pru. Tha, po në fara, tha, unë se di, tha, të le anë i pek, të le anë pa pek. Si tha se di? Po tha, se di fara, tha, mund se më interesën e pun. Tha, po të ja ke hongër, tha, jo. Sa pëse sa? Po tha ti më thave me rujë, se më thave me hongër.
Tha unë nuk u dita me rujt, tha se u dita me hangër, me më pas thonë haksh në hangër, tha kojt di unë. Por i zatë zotit, a mu më dërë ma shumë a që këtë njeri, si të më dojsh mu ma shumë si e musliman. Ti me besimin tanë, dishka e madhe sa në regull, se unë këta e du ma shumë se vetë vetër. Unë këta njerëz i du ma shumë se shka e du vetë vetër. Këto janë njerëz, këto kur të hesin për mi tokë, o bura, këto kur të hesin për mi tokë edhe na jetojmë mas këtive. Me i mëzera Allahu Gjelle Gjelalu që to prej botës, faktikisht mu e mosëm ke për mi tokë, me hekë zotit më një hakë. Këto janë njerëz, për hatër qitive t'i hanë manti janë si firë, për hatër qitive që ka të shniftar me qka mos, pëse kësi njerëz halaka në botë, pleta dunjoja. Kështu lutë, kështu jetohet, ti tha me më pas thonë muha, kështu në këtë, tha më thame me rujtë, janisa me rujtë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu, pa njerëz sinqert, pa njerëz në kam për këtë fe umetin e pengamerit, mëse lasht inshallah. Allahu pa gjemat sinqert, pa gjemat të cilët e din shka janë të bo, pa gjemat të cilët nuk kanë dëshirë faktikisht, qese jetë ative ta këtë emnin vdekje, zemra ative ta këtë emnin tërë, jetë ative tjetë në arsira, me kësi njerëz inshallah Allahu Gjematri Muhammedin nuk e përzin, po e sinqertit i lënë sinqert, ata që nuk janë sinqert i bëftë Allahu sinqert. Lillahi l-Fatiha.